Mendoj që mbrapa shumë prej arritjeve që kemi patur si institucion qëndron një ide relativisht e thjeshtë, që në thelb dhe në bazë të gjithë diskutimit e të punës që bëjmë qëndron studenti. Duke patur këtë në mendje, e gjithë metodologjia në mësimdhënie, metodologjia didaktike që përdorim është një lloj kombinimi mes një qasje tradicionale e cila vendos pedagogun para studentëve dhe pedagogu ndan informacionin, ndan njohurinë, kërkon detyra edhe dorëzime për studentëve. Dhe nga ana tjetër, kjo qasje kombinohet me një qasje më inovative, e cila ndron rolet e vendos studentin para pedagogut, i kërkon studentit që të përballet me problemet, mundohet të gjejë zgjidhjen më të durtë, mundohet të gjejë metodologjinë më të përshtatshme për atë lloj problemi. Dhe më pas, në një fazë të dytë, këto zgjidhje diskutohen, analizohen bashkë me pedagogun, i cili në këtë rast nuk është thjesht një drejtues, por është një person që shoqëron studentët gjatë gjithë punës së tyre akademike, mundohen që të kuptojnë cilat kanë qenë pjesët më të vështira, cilat strategji kanë funksionuar, cilat duhet të ndryshohen. Duke vendosur studentin në qendër, ne jemi në gjendje që studentët mos janë thjesht persona që janë në gjendje të përsërisin çfarë mësohet, çfarë shkruhet nëpër libra, por të jenë qytetar aktiv, qytetar që janë në gjendje të kenë impakt në shoqërinë e tyre, persona dhe profesionistë që janë në gjendje të kenë impakt në kompanitë e tyre, dhe persona më rëndësishme që të jenë në gjendje të kuptojnë situatën në cilën ndodhen, kuptojnë ndryshimet që kërkon shoqëria, kuptojnë se cilat teknologji dhe toolse janë më të përshtatshme për atë situatë dhe praktikisht mos kenë nevojë që t'u ri dikush mbi kokë gjithë jetën. Mendoj se kjo qasje ka qenë në thelb të themelimit të universitetit dhe kjo qasje është përditësuar, është përmirësuar, është ripar nga viti në vit dhe për ne si pedagog është një nga bazat mbi të cilën ndërtojmë punën tonë.